artillerisë amerikane në drejtim të Teheranit për ta bindur që e njëjta të dorëzohet dhe të hapë rrugën negociatave, sepse është mënyra e vetme për të garantuar paqe, siguri, jo vetëm në Iran, por në të gjithë lindjen e mesme, sepse Irani si një satelit i Rusisë dhe Kinës, po duket që e ka kuptuar qartë dhe se ishte një lajthitje autoriteteve kinezo-ruse, të cilat po duket që po përfitojnë nga kjo situatë, por që po e lënë në balë Iranin dhe tani inteligjenca e Iranit do ta kuptojë shpejt do të pajtohet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të organizuar marrëveshje paqe atje. Donald Trump po heziton dhe ende po pret për një, le të themi, për një fjalë nga ana e Iranit për të ulur dhe për të vazhduar, le të themi, po kërkon fakt dorëzim pa kushte, por në një farë mënyrë po kërkon që Irani ta pranojë këtë, pra të heqë dorë nga programi i saj bërthamor. Ndërkaq ndërkaq ju thatë që ka ende shpresë për një dakordsi. Ky hezitimi i Trumpit, se duhet ta themi që menjëherë pas deklaratës Trumpit kemi patur mbrëm vonë deklaratat e Vladimir Putin, i cili në një farë mënyre ka akuzuar Netanyahun se po bën një gabim shumë të madh, po shkel rregullat, ligjet ndërkombëtare, kur në momentin që po godet centralet bërthamore, ndërkohë ka thënë që ato centrale mbeten, vazhdojnë të jenë aktive dhe funksionale pavarësisht goditjeve që janë bërë deri tani, dhe ka thënë që Irani nuk na ka kërkuar ndihmë ende. Pra, ka nënkuptuar në një farë mënyre që nëse SBA të futen luftë, neve bashk, besoj kjo është ajo që mund, po ne si Rusi do ta konsiderojmë edhe mundësinë për ta mbrojtur. Pra, nëse Irani futen luftë, Putini në një farë mënyre, pavarësisht se e tha në formë diplomatike, paralajmëroi që dhe Rusia do të jetë në atë luftë. Në forma tjera, do të jetë në formë drejt për drejt, po do të mbështes Iranin, qoftë me armatime, sepse ka nisur të shkojnë avion nga Kina për le të themi edhe nga Rusia. Të jemi të sinqert, ne kemi ndjekur deklarimin e presidentit të Federatës Ruse Vladimir Putin, i cili padyshim që do të bënte një adresim të tillë për një partner, të cilin në fakt e ka lajthitur është pikërisht Putin, i cili kishte lajthitur njëjtë edhe presidentin e Sirisë Assad, njëjtë ka lajthitur tani më edhe presidentin, apo mund të themi udhëheqjen iraniane, të cilët i ka bindur që do të ketë një angazhim të fuqishëm për t'i mbrojtur atë, por deri më tani, si Kina zyrtare, si Rusia zyrtare, mund të themi që ka një angazhim solid duke të dërguar disa mbështetje, por të jeni të sigurt se situata në Iran është shumë e rëndë, duke filluar nga siguria ekonomike, ka mungesë ushqimesh, ka mungesë medikamentesh, ka probleme nga më të ndryshmet, nuk funksionon aviacioni, me çka mund të eventualisht të lehtësohet angazhimi se përket sigurimit të gjërave më elementare, ushqimet dhe medikamentet. Dhe kjo është një problem serioz në cilën në fakt ndoshta Teherani zyrtar nuk e kishte pritur dhe ka shkaktuar edhe revolt tek qytetarët të cilët ndoshta vetëm kanë filluar të nisen drejt kufeve toksor me vende siç është Turqia dhe Jordani, çka do të thotë se një eksodi i refugjatëve mund pritet realisht nëse Teherani deri ditën e diel nuk do të ketë një sinjal se është i gatshëm për të pranuar kërkesat e SBA-s sa i përket çështjes së vazhdimit të negociatave për mbylljen e programit bërthamor. Ndërsa kjo që tha për Putin dhe pjesa tjetër është mund të themi me deklaratën e vet presidentit amerikan Donald Trump, i cili për ta konsumuar këtë dialogun Putin me qytetarët rusë dhe mbështetësit e tij në vende tjera, po jap një afat, po kërkon mund të themi një lloj angazhimi dhe po kërkon një kohë për të ndërprerë aktivitetet e luftës. Besoj se është e mjaftueshme që Moskva zyrtare mos ta konsideroj që SBA-ja dëshiron të futet në luftë sepse e njëjta po ofron zgjidhje paqësore, por në rast se kjo do të mungon, atëherë është e detyruar thjesht edhe konsumimi i
i presidentit të Shtetit Bashkuar Trump me shtetarët amerikanë dhe mbështetësit e tij është për të bidur ata se nuk është qëllimi për të ushtruar agresion ose aktivitete të dhënshme në Iran, njëjtë sikurse është edhe konsumimi i Putin për të dëshmuar shtetarët e tyre dhe mbështetësit e tyre se vërtet ka një mbështetje për Iranin, që në fakt vetë Rusia është në problemet e saj në zhvillimet që ka të bëjë me Ukrainën. Edhe një fakt që është shumë e rëndësishme pas zhvillimeve Irani-Izrael, tani Rusia po duket që ka përfituar në kuptimin ekonomik, sepse çështja e derivateve të naftës është ngritur, me çka edhe mund të themi e sfidon përpjekjen e botës për ta nënshtruar sa i përket status ekonomike. Ju e dini që çështja e derivateve të naftës ishte një ndër problemet e ditëve të fundit serioze për Rusi për shkak të çmimeve të ulta që kishte rekomanduar OPEC, dhe kjo situatë e re e ka bërë që të përfitoj Moska zyrtare, por jo edhe i Teherani zyrtar. E qartë, zoti Elezi, nëse ndodh, dhe unë po i shkoj atij varianti që ju thatë, por nëse Rusia, Kina, Korea e Jugut vendosin që ta mbështesin Iranin pavarësisht ndërhyrjes së SBA-s, a mendoni se këtu mund futemi në atë që konsiderohet si deadlock në një pikë që pak a shumë si situata në Ukrainë, ku kjo do të vazhdojë për një kohë gjatë, sepse a e ka fuqinë SBA-ja, siç e kishte me Irakun, që brenda 23 ditëve përmbysi e pushtoi dhe përmbysi dhe regjimin në Irak. A e ka sot fuqinë, sepse në Irak të mos harrojmë, ishte një Rusi shumë e dobët dhe një Kinë pothuajse e parëndësishme. Sot Irani përfaqëson një shtet 4 herë më të madh se sa Iraku, ndërkaq kemi një Rusi që ka ndryshuar për sa i përket veprimtarisë së saj ushtarake dhe një Kinë që po sfidon dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës për sa i përket zhvillimit ekonomik. Pra, nëse SBA nisur nga të dhënat ushtarake që ju arrini të lexoni nga ato që dalin në të paktën media, sepse ne nuk i dim të gjitha, a do të shkoj a mundet SBA që të bëjë të njëjtën gjë që bëri me Irakun, në kuptimin që për një kohë të shkurtër të jap zgjidhje çështjes Iranit, përmbys regjimin atje, apo po futemi, dhe kjo është frika e madhe që ka kapur të paktën gjithë botën sot, po futemi në një situatë njëjtë si Ukraina, ku do mbetemi në një konflikt i cili do të vazhdojë për një kohë të gjatë dhe do të konsumojë pa diskutim gjithë vendet e rajonit. Jeni të sigurt se inteligenca amerikane dhe partnerët e saj kanë analizuar në detaje zhvillimet, janë brenda planifikimeve të inteligjencës partnerëve dhe SBA-s, dhe zhvillimet do të vazhdojnë tutje. Siç e thash edhe më parë, nuk mund të zgjasë deri në 90 ditë kjo aktivitet i Iranit, edhe Rusia dhe Kina do të pajtohen me faktin që nuk kanë kapacitete për të ushtruar ndikimin e tyre dhe se stata e tyre është për të pajtuar me fatin e mbështetjes që SBA-ja ka nga palët e fuqishme në ndikim qoftë në aspektin e shkëmbimeve tregtare, qoftë në aspektin e organizimit tri ushtarak në glob që po vije. Ju e dini që presidenti Trump para se të ndodhte mund të them përplasja apo lufta mes Izraelit dhe Iranit, kishte një vizitë fuqishme në lindjen e mesme, padyshim që janë diskutuar zhvillimet që po ndodhin sot, ka marrë bekimin e vendeve të lindjes mesme për një gjë të tillë, ka mbështetje gjithashtu edhe ekonomike dhe ka rritur shkëmbime tregtare duke nënshkruar kontrata të fuqishme, me çka ishte një goditje paraprake për Kinën dhe Rusinë në aspektin ekonomik, dhe tani po vazhdon kjo çështje e invadimit ushtarak, e cila unë thash do të ndodh maksimumi deri në 90 ditë, dhe se do të kemi forcat ushtarake amerikane brenda Iranit që do të futen nga Iraku dhe do të sjellin paqë për një kohë të gjatë, dhe njëkohësisht do të bëjnë siguri afatgjate për vetë lindjen e mesme. Ne kemi informacione të sakta se do të vendoset edhe një bazë amerikane në Gaza, si garanci e mos zhvillimit luftës në tarmën mes Palestinës dhe Izraelit,
zona e cila konsiderohet si zonë e konfliktit do të monitorohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe forca tjera ndërkombëtare që mund të jenë të angazhuara nga OKB-ja, kështu që padyshim do të kemi një organizim të ri për të siguruar aktivitetet të rëndësishme të cilat e lidhen me një paqe afatgjatë në rajon. E fundit, zoti Elezi, duke qenë se flet nga Prishtina, ndërkohë që Trump po tenton të japë zgjidhjeve shumë pikave të nxehta, ka përmendur së fundmi edhe Kosovën. Do ta zgjidh atë pavarësisht gabimeve që bëri administrata Biden. Për çfarë gabimesh e ka fjalën dhe cila është zgjidhja që mendoni se është në tavolinë për sa i përket situatës Kosovë-Serbi? Ajo që tha Trump është një çështje që e kam paralajmëruar në diskutimin së bashku që kemi pasur. SBA-ja e bëri zyrtare deklarimin që e kemi ndarë ne dy për shikuesit tuaj, se SBA ka një plan angazhimi serioz për sigurinë dhe çështjet që lidhen me ndërmarrësi dhe ekonominë në Ballkan. Dhe çështja e parë që administrata Trump e lidh është zbatimi i marrëveshjes apo riorganizimi i marrëveshjes të cilën e kishte nënshtruar ish-kryeministri i Republikës Kosovës Abdullah Hoti dhe presidenti i Serbisë në Washington, një marrëveshje që kishte të bëjë me organizim ekonomik që dy palët duke shfrytzuar çështjet ekonomike të kalojnë problemet cilat kanë bëjnë me, mund të themi, fuqinjësi të mirë. Ishte marrë modeli i angazhimeve ekonomike mes Francës dhe Gjermanisë pas luftës dytë botërore. Dhe kjo do të ndodhë. Administrata e re e Trump ka sigurisht që dy projekte të fuqishme për Ballkanin dhe për Kosovën, realizimin e projektit ndërtimin e bazës amerikane e cila do të jetë në vendin në Ferizaj, ku aktualisht është baza bën stil si bazë e brigadës shumë kombështelindje e NATO-s. Pra do kemi një bazë tjetër, zoti Elezi? Aktualisht kemi bazën e brigadës shumë kombështelindje të NATO-s e cila zbatohet përmes KFOR-it, por kjo bazë do shndrohet në bazë amerikane, është baza Nürnberg e Gjermanisë e cila do të vendoset në Ferizaj në bazën bën stil sot ku është, dhe njëkohësisht do të fillojë një projekt ekonomik ku 8 ndërmarrje të fuqishme të SBA-s kanë marrë, mund të themi, vijën e gjelbërt për të vazhduar me projektin e gazit të Kosovës, ku besohet se thëngjilli i Kosovës do të shndrohet në gaz dhe Kosova do të jetë një ekonomi e fuqishme në Ballkan, sa i përket çështjes së energjisë, një ndër angazhimet kryesore që SBA ka në çështjet e ekonomisë jashtë SBA-ve. Po ndërkohë që të gjitha këto i diskutojmë, qeveria e Kosovës mbetet në krizë politike, zoti Elezi, me kë do komunikoj Donald Trump? Po, SBA-ja ka marrëdhënie natyrale, populli amerikan me popullin e Kosovës kanë një marrëdhënie natyrale. SBA nuk kanë ndërhyr deri më tani sa i përket në drejtësinë dhe në jetën demokratike në Kosovë, duke mos ndikuar se si palët politike do të zgjidhin problemin. Ne do të kemi një afat që do të vijë shumë shpejt nga gjykata kushtetuese, e cila ose do të ndihmoj procesin për shkuar në zgjedhjet e reja, ose do të japë mundësinë subjekteve opozitare për të organizuar parlamentin dhe qeverinë ardhshme. Thjesht